Do qoftë miqtë e dashur, më në fund thash u zgjua opozita dhe pam ca pamje shumë të dhunshme, jo nga opozita por nga garda, madje kreu i saj tentoi ta zgjidhte edhe në mënyrë personale, i ofenduar se si po ja prishnin parlamentin Ramës të shkret, vendosi të merrte problemet në duart e veta dhe të bënte boks me flamur në okën, shqyr dikush nga garda i thirri mendjes dhe e mbajti, do kishim parë një skandal të llatashëm edhe pse pam goxha dhunë, ta fillojmë pak me ca pamje të trishta, sidoqoftë. Njishin. Këto audio ti kemi apo? Ja, imagjinojmë që si kemi. Është pa audio, por është shpesh e kemi parë. As koment nuk ka nevojë, as koment nuk ka nevojë. Në fakt pamje vërtet të dhunshme këto. Më pëlqeu stoiciteti me cilin qëndruan në karriget e veta këta të mazhorancës. Duhet të përshëndesim me Semir Korreshin sot, i cili ka 3 brinj mangut. Por rezistoi për luftën për demokraci. Rezistoi. Ja, edhe përpjekje këtu të llatashme, duke pas parasysh që ka dhe deputet e femra aty, goxha delikatesë garda. Shpresoj zonja Bokshi ta ketë qafën në rregull. Pak më mirë, sigurisht, edhe ti themi Klevisit që bëj pak më shumë stërvitje. Po, me thënë drejtë. Klevis, çik më atletik të lutem, ose nëse si atletik mos hyp nga mbrapa tavolinës. Sidoqoftë, miq të dashur, duhet të thonë se këto pamje janë bërë virale në të gjithë botën si rrallë ndonjëherë, me sa duket shqetësimet e opozitës ja kanë dalë të tërheqin vëmendje ndërkombëtare, sidomos europiane dhe amerikane. Tani më me sa duket korrupsioni Belinda Ballukut nuk ka dalë të mbahet më i fshehur brenda kufive të Shqipërisë, është kudo ti vazhdoj të jep një sy mesazheve tuaja, ndërkohë se do të jemi pak vonë me mesazhet me këta. Ska ligje drejtësia, a e pat si u përgjigj Peleshi me bandën e tij, atyre që duan ligje drejtësi dje në parlament e kanë ligësinë e gjak, janë trashëgimtar të ligësisë. Dakord. Flavio mëngjes sot po të shkruaj nga Londra, mendoj që kryeministri më i diskredituar, më hajduti dhe më mashtruesi i Europës është Rama, me lajmin e fundit që kishte rregulluar duke ndërhyrë me sanksionet e Kosovës, ai rrugaç vetëm e ka fundos Kosovën, e kupton mirë që po i vjen fundi. Mua më bën përshtypje në fakt një gjë shumë interesante, ai flet gjithmonë për Thatchin. Ku shkon në Hag, po harron që janë dhe janë 3-4 tjerë aty. Po. Në i vesë se mua kjo më bën përshtypje, pavarësisht se jo më larg se dje ishim duke diskutuar këtu në Kafe Sheto, sepse i ka ishte rralla vizitat në Kosovë. Mora vesh, thashë theme janë, që kishte shkuar dhe dikush tjetër për t'i vizituar, edhe shoqëruesit vetë kishte thënë që ti shohim mirë këto qelitë janë se mund na vi radha. Vërtet? Dhe me sa duket e kishte ndjell vetes. Ju e dini që të them se kush është, po... Por me që ne kemi tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, si s'po thoje, duhet lexoj diçka që ishte publikuar në La Repubblica, një gazetë shumë prestigjioze italiane. Hajde, gjeje ku e kemi La Repubblica? Po, e kemi. Një seancë e dominuar nga tensioni dhe kaosi në parlamentin e Shqipërisë. Opozita e qendrës së djathtë, udhëhequr nga Sali Berisha, u përpoq të pengonte anëtarët e qeverisë së kryeministrit Edi Rama të zinin vendit e tyre, pasi prokuroria speciale antikorrupsion kërkoi autorizim për arrestimin e zëvendëses së qeverisë Belinda Balluku. Nuk mund të ketë një parlament dhe një seancë normale parlamentare me dikë që vjedh, ka deklaruar Berisha. Zëvendës kryeministja dhe ministra e infrastrukturës akuzohet për ndërhyrje dhe kontroll të rezultatit të tenderave për ndërtimin e një tuneli përgjatë Bregdetit Jon të vendit dhe dyshohet gjithashtu për shkelje në 7 kontrata të tjera që lidhen me Unazën e Tiranës. Opozita përdori bomba tymi në sallë, pati edhe përleshje me personelin e sigurisë, shishe të shumta ujë u hodhën në kryetarin e parlamentit Niko Peleshi, i cili e mbylli më herët më shpejt.